Me fjalë zemre, Learta uron Kunatën për ditëlindje. Learta Jakupi ka ndarë me ndjekësit e saj një moment të ëmbël familjar, duke i dedikuar Kunatës së saj një urim teje të veçantë me rastin e ditëlindjes. Blogerja e njohur publikoi në rrjetet sociale disa fotografi të përbashkëta ndër vite, ku dyshja shfaqen pranë njëra tjetrës në momente të ndryshme familjare, gjithmonë me buzëqeshje dhe energji pozitive. Krahas imazheve, Learta ka zgjedhur fjalë plot emocion për ta shoqëruar postimin. Gëzuar ditëlindjen zemër, jemi me fat që të kemi. Të duam, ka shkruar ajo, duke e shoqëruar mesazhin me një zemër të bardhë. Ky dedikim i ngrohtë tregon qartë raportin e mirë dhe lidhjen e fortë që ekziston mes tyre. Ndjekësit nuk kanë munguar me komente urimi dhe vlerësime për harmoninë që familja Jakupi shpesh reflekton në publik. Momente të tilla tregojnë se përtej angazhimeve dhe jetës publike, familja mbetet prioritet për Leartën.